Shpresojmë që me kaq të përmbyllet edhe ky problem mes artistëve tanë dhe të mos përsëritet ndonjë gjë e tillë. Ne vazhdojmë tutje me një tjetër material I cili ka të bëjë me bukuroshen shqiptare Almeda Abazi, e cila ditë më parë ishte në Prishtinë për herë të parë për të qenë pjesë e Miss Kosova 2016. Ndërkaq materialin të cilin do ta ndjekim në vazhdim ka të bëjë më shumë me jetën e saj profesionale e gjithashtu edhe ato personale. A ka vendosur ajo se në çfarë date do të martohet me aktorin turk? E ndjekim bashkë materialin nga Artan Telako. 2008 është viti I artë për një ndër femrat më të bukura shqiptare. Almeda Abazi triumfon si më e bukura e globit e ajo kuror do I falti një ëndër të re në shtetin turk. Turqia do e mirëpriste Almeda Abazi, ku pas u shndrua në një yll televiziv. Si vjen e saj e mbushi me reality show, spektakle e seriale. Qëllimi nuk ka qenë asnjëherë të bëhem Miss. Nuk kam pas ndonjëherë dëshirën të bëhem Miss Shqipëria ose të jem më e bukura e Shqipërisë ose e botës ose e globit që fitova. Ishte thjesht diçka e papritur që mua më ndodhi. Unë isha në Shqipëri. Erdhën në shkollë, isha një vajzë në shkollën e mesme, si çdo vajzë tjetër, në moshën 15 vjeçare, erdhën në shkollë për të zgjedhur vajzat bukura për të konkurruar në Miss Tirana. Aty më zgjodhën mua, unë isha në shok, nuk kisha ndërmend të bëja Miss. Thjesht kam pasur ëndër gjithmonë televizionin, do të thënë të jem në televizor. Çfarë lloj gjëje të bëj, nuk kishte rëndësi, të këndoj, të aktroj, të performoj, të prezantoj, kam pasur gjithmonë qejf të jem showgirl, domethënë të jem në televizion, çfarë do lloj qoftë të jetë ajo punë. Belki kışı burada geçiririz. İstanbul'dan sonra burası pek tatsız. Kızlara bakıyor musun hala? Buj mediatike bëri prezenca e saj në serialin e famshëm Sultani I Madhëreshëm, një rol që për të kishte shumë përgjegjësi. Të aktroj tek Sultani ka qenë edhe për mua ka qenë një gjë shumë e madhe sepse kanë qenë aktorët më të mirë të Turqisë, kanë qenë të gjithë në atë film dhe ishim mbledhur të gjithë aktorët më të mirë, ishim mbledhur në një film dhe më zgjodhën mua dhe më zgjodhën të jem gruaja e Sultanit. Ishte akoma një gjë shumë e madhe për mua, kisha shumë peshë mbi shpatulla. Sepse isha dhe huaj, në një vend të huaj, dhe të isha mes atyre aktorëve të mëdhenj ishte një privilegj I madh për mua, kështu që ka qenë eksperienca më e mirë. Jo vetëm ky serial, por edhe shumë skenare ju dorëzuan bukurorës shqiptare, e cila përfaqësoi veten në mënyrën më të mirë, e u bë figurë mjaft e dashur e publikut turk. Angazhimi aktual I saj është një projekt televiziv ku Abazi ka timonin si një prezantuese mjaft e suksesshme. Kam programin tim, prezantoj një program ku shëtis botën dhe në të njëjtën kohë I prezantoj dhe kulturën dhe tregoj vendin që shëtis. Nuk komentohet vetëm karriera e saj, po mediat ros turke vëmendje maksimale I japin lidhjes me aktorin e njohur turk Tolgahan Sayashman, ndryshe I njohur si Qenare. Një raport I dashurisë që po ecën mjaft mirë. Çdo gjë është në rregull. Kam gjetur shpirtin tim vinjak, e dua shumë. Nuk kam pëlqyer famën e tij, nuk kam pëlqyer fare as sepse është aktor, kam pëlqyer thjesht shpirtin e tij dhe personalitetin e tij. Ngjajmë shumë me njëri tjetrin me personalitet. Prandaj ajo është ajo që na ka lidhur. E falenderoj Zotin që më bëri të njihem me të. Por pyetja e famshme se kur do të martohen, këtë herë merr përgjigje. Ky nuk është plan. Nuk mund bësh plan për të martuar. Domethënë, jam shumë kundra planeve për të martuar, sepse ajo është diçka që Zoti vendos. Unë jam shumë besimtare, besoj në Allah. Prandaj çdo gjë ja lej Allahut në dorë. Ajo është diçka që unë nuk mund ta planifikoj. Thjesht e kemi në mendje. Të dy sigurisht e folim, por që nuk mund bëjmë plan. Edhe pse shqiptare, kjo ishte hera e parë e Almedës në Kosovë, e cila për shkak të një angazhimi qëndroi në Prishtinë, e ndërsa I dashuri I saj ishte manitur me publikun ton gjatë vizitës së tij kohë më parë. Ai ishte në Prishtinë
para 2 vjetësh në mos gaboj. Jo, para 1 viti e gjysmë. Ishte këtu, e pritën shumë mirë, i ka bërë përshtypje shumë të madhe dhe gjithmonë më thotë që duhet shkoj prapë, sepse ka fanca shumë të mëdhenj këtu dhe e duan shumë, edhe ai gjithmonë thotë që i do shumë. Kjo është Almeda Abazi, e cila kuroren e misit diti ta shfrytëzojë në mënyrën më të mirë, e të mos ngelet, vetëm si një ndër më të bukura shqiptare, dikur.